Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam mjeke në urgjencë dhe shoh gjëra që askush nuk i beson. Ndonjëherë, kur eci nëpër korridorin e gjatë të spitalit, më duket sikur çdo hapi im i përzien kujtime, aroma dezinfektimi dhe një lloj heshtjeje që në urgjencë zgjat vetëm 1 sekond. Unë quhem Gerta, jam 31 vjeçe dhe prej 5 vitesh punoj si mjeke në urgjencën e Tiranës. Shpesh njerëzit mendojnë se puna ime ka të bëjë vetëm me ndihmën e shpejtë dhe recetat. E vërteta është se këtu shoh gjëra që askush nuk do t'i besonte, po t'i tregoja. Ishte e premte mbrëma, ora po shkonte 23:40 dhe turni im pritej të ishte i qetë. Në realitet urgjenca nuk të jep kurrë paralajmërim. E mbaj mend shumë mirë sepse atë natë erdha në punë me një lloj parandjenje. E lodhur, e shpërqendruar, gati duke menduar të largohem nga ky profesion. Pasi kontrollova të dhënat e pacientëve, ula pak të merrja frym. S'kisha pasur kohë për kafe. Ashtu si isha me flokët e lidhur shpejt dhe me duart që më dridheshin lehtë nga lodhja, dëgjova portën e urgjencës që u përplas fort. Doktoresh, urgjente, na ndihmo. 3 njerëz hyn duke mbajtur një djalë rreth të 20-tave, i cili mezi qëndronte në këmbë. Kishte vështirësi frymëmarrje dhe ishte i tronditur. Nuk kishte plag, as shenja të dukshme dëmtimi, por sytë e tij tregonin sikur kishte parë diçka që e kishte friksuar tej mase. E çova në dhomën e kontrollit dhe u përpoqja ta qetësoj. Çfarë ndodhi? E pyeta. Ai më pa drejtë në sy, i djersitur dhe i mpir. Nuk mund ta tregoj. Askush nuk do ma besoj. E vështrova për disa sekonda. Jam mësuar me pacient që nuk duan të flasin, por tek ai kishte diçka ndryshe. Ndonjëherë mjeku nuk kuron vetëm trupin, duhet të kuptoj edhe frikën. Pasi e stabilizuam dhe e vendosëm nën kujdes, ula pranë tij. Shiko, jam këtu për të ndihmuar, jo për të gjykuar. Ai mori frym thellë dhe mua afrua duke pshërëtir. Unë isha dëshmimtare një situate të rëndë dhe më ndoqën. Nuk e di kush ishin. Arrita të ikja. Isha vetëm disa minuta larg, të mos isha futur në një lokal dritash të fikur, ndosha nuk do të isha sot këtu. Nuk më dha shumë detaje dhe unë nuk e shtyva më tej. Ndonjëherë njerëzit flasin vetëm sa për të çliruar pak presionin, por ajo natë po bëhej gjithnjë e më e çuditshme. Ora ishte 2:17 kur sollën një tjetër paciente, këtë herë një grua rreth 50 vjeçe, e cila ishte rrëzuar nga lodhja, nga puna e tepërt dhe nga stresi. Po dridhej, kishte humbje orientimi dhe tensioni i kishte rënë. Ndërsa po e vizitoja, ajo papritur më kapi fort dorën. Mos u lodh kot, doktoresh, më tha me një zë të butë, gati të thyer. Ti nuk e di çfarë mbajnë njerëzit brenda vetes. E pash e habitur. Ajo vazhdoi. Kam punuar gjithë jetën për të tjerët. Fëmijët më janë larguar. Burri vdiq. Askush nuk pyet si jam. Askujt nuk i mungoj. E ndjeva zemrën duke më rënë poshtë. Ula pranë saj dhe mora disa minuta vetëm për të biseduar. Ajo më tregoi që prej muajsh jetonte vetëm në qera, me 2 punë dhe mezi mbante veten. Në ato momente harova orën, harova lodhjen, kishte njerëz që thyen brenda pa bërë zhurmë. Rreth orës 5, kur shpresonim se nata po mbaronte, sollën një djalë të mitur, rreth 16 vjeç. Ishte i trembur, i vetëm, pa prindër dhe i dridhur. Nuk kishte lënduar rënd, por ishte shumë i friksuar. A mund të pres këtu deri sa të bëhet ditë? Më tha. Nuk dua të kthehem në shtëpi. Kur një fëmijë kërkon stre në spital, kupton se diçka nuk shkon. I mora të dhënat me kujdes, njoftuam institucionet e duhura, por më tepër se kaq, i dhash sigurinë që mund të merrte në atë moment. Ndërsa po i masi atensionin, ai më pyeti. Doktoresh, pse i ndihmoni të gjithë? A nuk merrni frym ndonjëherë nga lodhja? U mundova të buzëqesh. Sepse dikush duhet ta bëj, i thash. Kur më në fund doli dita, në orën 7:20 dola nga spitali. Qielli kishte atë ngjyrën blu që shfaqet vetëm në mëngjes. Qyteti sapo po zgjohej.
ndërsa unë kisha një natë të tërë mbi supe. Shpesh njerëzit mendojnë se mjekët janë të fortë, të pandjeshëm, të mësuar me gjithçka. E vërteta është se ne plasim nga brënda. Çdo natë e gjatë na merr një copë zemre, por prap vim sërish. Atë ditë u ula në stacionin e autobusit, mbështeta kokën tek çanta dhe mulliri i mendimeve filloi të bluante. Djalin që ikte nga frika, gruan që jetonte vetëm me dhimbjen e saj, fëmijën që nuk ndjej i sigurt në shtëpi, veten time që nganjëherë nuk kam fuqi, por sërish vazhdoi. Nuk e di nëse njerëzit do t'i besonin gjërat që shohim ne çdo ditë, por unë Gerta jam ende këtu, sepse dikush duhet të jetë, dhe sepse ndonjëherë edhe një natë ferri në urgjencë mund të shpëtojë dikë nga errësira.